qytetar, jemi në përmbyllje me fjalimin e fundit, por fjalimin më emocional me një histori aq prekse, po aq krenarie. Për fjalimin përmbyllës të këtij marshi, ftoj në skenë një emër që bart histori dhe bart amanet. Xhavet Haziri ishte bashk ideator dhe bashk themelues i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, pjesë e brezit që dolën të parët në rrugën e lirisë. Natyrisht meriton një duar trokitje ai dhe gjithë bashkëluftëtarët anë kën kombit. Sot, fatkeqësisht, sikur qindra e mira shtetas të Republikës Kosovës, ai figuron ende i zhdukur, njëri prej 1600 shqiptarëve për fatin e të cilëve ende nuk kemi përgjigje. Por sot në këtë skenë ngjitet zoni i birit të tij, zoni i kujtesës, zoni i dinjitetit, me respekt të thellë, ftoj në skenë Çlirim Hazirin. Të nderuar qytetar, të dashur familje, të dëshmorëve e të zhdukurve, motra dhe vëllezër. Sot flas para jush si djali Xhavet Hazirit, heroi kombit i zhdukur vitin 1998. Një hero që doli për liri e nuk u kthye më kurrë. Ka një mungesë me të cilën nuk mësohesh asnjëherë. Një pritje që nuk mbaron. Një vend të zbraz në familje që nuk zëvendësohet kur. Kjo është jeta jonë, jeta e familjeve të zhdukurve. Këtë ndjenje kam që kur isha 7 vjeç. Por unë nuk u rrita me urrëtie, u rrita me krenari, sepse ata që nuk janë në mesin tonë sot nuk sakrifikuan për veten, por sakrifikuan që ne sot jetojmë të lirë. Ata ishin bijtë e ushtrisë lirimtare të Kosovës, ushtrisë që e ktheu shpresën në liri. Ne sot të mbledhur këtu nuk jemi familje të ndara, por jemi një familje e madhe e sakrificës. Jemi familja e Regjës, familja e Bacit Jakub, familja e Kadriut, familja e Hashimit. Sepse kur preket sakrifica, qohemi të gjithë bashkë. Sepse sakrifica UÇK-s nuk i përket vetëm një familje, i përket të gjithë popullit. Prandaj 17 shkurti nuk është vetëm fest, është betim. Betim që nuk harrojmë sakrificën, betim që nuk lejojmë të përbaltën luftarët tonë, betim që nuk e ulim kokën para padrejtësisë, betim që e mbrojmë me dinjitet luftën e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Ne sot ecim të lirë, por nuk do të ecim kurrë mbi harresë. Ne nuk jemi sot këtu një turm, jemi një zë. Një zë që nuk blihet, një zë që nuk friksohet, një zë që nuk do të ndalet. Ata që luftuan për këtë tokë nuk kërkuan pushtet, po kërkuan liri. Dhe liria nuk vihet në bankën e turpit. Lufta UÇK-s ishte luftë për mbijetesë dhe dinjitet kombëtar. Sot marshojmë që të dëgjohet qartë. Nuk do të lejojmë që historia të shtrembrohet. Nuk do të lejojmë që sakrifica të barazohet me faj. Nuk do t'i lëmë vetëm heronjët tonë në hog. Ndërsa ne sot jetojmë ritmin e jetës në liri, udhëheqësit e luftës sonë, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi, po vazhdojmë betejën për Kosovën larg familjeve të tyre. UÇK! UÇK! Ne sot këtu nuk kërkojmë privilegj, nuk kërkojmë falje për luftën tonë, kërkojmë drejtësi të drejtë, kërkojmë
që sakrifica jonë të mos një loset. Marshoj me dignitet, sepse një popull që harron sakrificën e varfron lirinë e vetë. Dhe po e them qartë, ne nuk e mbrojmë të kaluarën tonë nga frika, por nga dashuria dhe krenaria për të. Unë jam djali Xhavet Hazirit, një heroj të zhdukur. Nuk kam varr ku të vendos lule, por kam zë që harresa mos të ketë vend. Lavdi atyre që su kthyen më kurr, lavdi luftarëve të UÇK-s, drejtësi për sakrificën e vajzave dhe djemve të Kosovës. Kujtesa jonë nuk shuhet. Faleminderit shumë. Shqirim, faleminderit shumë, që jesh krenar gjithmonë me veprën e babës tënë, që jemi na krenar me veprën e madhe të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Gjithmonë krenar. Zonja Zotrin, prej Prishtinës në Tiranë, në Shkup, në Bruksel, në Hag, në New York, në Washington, zoni ynë nuk u ndal. Edhe sot ja ku jemi prap në kryeqytet, në kryeqytetin ton të Republikës Kosovës, Prishtinën, ku dhe u shpall pavarësia jonë. E themi me plot zo, po liria ka emër. Andaj faleminderit për prezencën tuaj, kaq dinjitoze për këtë numër që nuk mbahet men në historinë moderne të Republikës Kosovës, dhe po i presim çlirimtarët tanë, me zemër me çlirimtarët, me ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Faleminderit. UÇK! Ju bëjmë dije gjithashtu që të gjithë ju që jeni prezent mund të vazhdoni me fjalimin e djalit Xhavit Hazirit, një nga luftëtarët e UÇK-s të zhdukur që prej vitit 1998 përmbyllet ky tubim paqësor në mbështetje të ish krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Të gjithë pjesëmarrësit në fjalim një zëri drejtuan mesazhet e tyre drejtuar ish krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, duke i thënë se ju nuk jeni vetëm, pas jush qëndron një komb i tërë. Drejtësia nuk duhet të jetë selektive, por duhet të jetë e drejtë dhe e barabartë. Në mesin e këtij tubimi të qytetarëve që kanë dalë që prej orës 14 në sheshin Skënderbeu në Prishtinë, kanë qenë të pranishëm deputeti i Kuvendit të Shqipërisë Tauland Balla, presidenti Vjosa Osmani, kreu i BDI Sali Ahmeti, gjithashtu edhe djali ish presidenti Tashim Thaçi, pjesëmarrës në mesin e qytetarëve në këtë manifestim popullor në sheshin qendror të Prishtinës që ka nisur që prej orës 14 dhe ashtu siç e cilësuan të gjithë pjesëmarrësit, ky 18 vjetor, ky 17 shkurt nuk është vetëm fest, por edhe mesazh sensibilizues drejtuar Gjykatës Speciale të Hagës për luftën e drejtë të ishullëheqëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës që ndodhen të burgosur në Hagë që prej nëntorit të vitit 2020 dhe tashmë gjyqi ndaj tyre ka ardhur në fazën e tij përfundimtare dhe pikërisht ditën e nesërme ato që prej orës 9 do të drejtohen me fjalën e tyre të fundit Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi përpara trupës gjykuese të Gjykatës Speciale të Hagës. Këto janë edhe momentet e fundit të tubimit, qytetarët të
ardhur nga çdo vend i diasporës po largohen. Në tubim janë dhënë një sër mesazhesh nga përfaqësues të ndryshëm i fundit që përmbylli edhe këtë tubim ishte pikërisht fjalimi i djalit Xhavit Hazirit, një nga luftëtarët e ushtrisë qeverimtare të Kosovës që u zhduk që prej vitit 1998. Në fjalimet e tyre, përfaqësues të ndryshëm deklaruan se ushtria qeverimtare e Kosovës nuk lindi për të marrë tokën e huaj, por për të mbrojtur tokën e tyre. Ka qenë një pjesëmarrje masive e qytetarëve në këtë tubim të organizuar nga platforma Liria ka emër. Kemi dëgjuar edhe fjalimin e kreut të platformës Liria ka emër, Ilir Tasholli, i cili ju drejtua të gjithë pjesëmarrësve duke thënë se faleminderit që u bashkuat sot jo për politikë, por për drejtësi, dhe duke thënë se ushtria qeverimtare e Kosovës u krijua jo për të marrë tokën e huaj, po për të mbrojtur tokën e tyre.